Rajoni Gostivarit dhe Tetovës po përjetoj një shpërthim alarmant të dhunës. Kronikat e policisë çdo ditë janë të mbi ngarkuara me raporte të sulmeve fizike, kërcënimeve dhe përleshjeve, shpesh për motive banale, duke i shndruar rrugët, shkollat dhe ambientet publike në zona të pasigurta. Vetëm brenda një dite, 10 qytetarë përfshirë dhe të mitur kanë përfunduar si viktima të dhunës, ndërsa autorët janë arrestuar ose janë në hetime. Kjo seringjarje shtregon një realitet të hidhur se dhuna po bëhet pjesë e përditshmërisë së pollogut, duke tronditur shoqërinë dhe duke sfiduar autoritetet. Nga rastet që raporton sot policia veçojmë, në Tetovë një 31 vjeçar është arrestuar pas një debati për trafik e ka sulmuar me thik një 36 vjeçar duke i shkaktuar lëndime trupore. Në fshatin Dobërdol, një 39 vjeçar ka raportuar se është sulmuar fizikisht në vendin e tij të punës brenda ambienteve të shkollës fillore. Një tjetër rast shqetësues është raportuar nga një nën nga Bërvenica, e cila ka denoncuar se djali i saj i mitur është rrahur nga një bashkëmoshatar në një palestër sportive në Tetovë. Në Trebosh të Zhelinës, një 22 vjeçar është arrestuar pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një të mituri 16 vjeçar në një lokal. Ndërkohë në Gostivar, një konflikt i ndërlikuar mes dy personave ka eskaluar nga kërcënimet në dhunë fizike, ku njëri prej tyre ka përfunduar me lëndime serioze dhe është dërguar për trajtim në Shkup. Këto raste të shpërndara në zona të ndryshme të pollogut dhe me protagonistë të moshave të ndryshme nxjerrin në parë një realitet alarmant. Dhuna po normalizohet dhe po shfaqet në çdo ambient, nga rruga te vendi i punës deri në hapësirat ku duhet të mbizotrojë siguria e fëmijëve. Autoritetet zotojnë të kenë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e rasteve.